Opozita akuzon se qeveria nuk ka plan për eurointegrim, ndërsa pushteti pohon se po punon në gjetjen e zgjidhjes, BDI me kritika se jemi larg perspektivës europiane. Edhe pse integrimi në BE u shpall si prioritet numër 1, ky proces është plotësisht i bllokuar pas një plan dhe pas një perspektivë të parashikueshme për zhbllokim. Qytetarët tanë shohin në heshje se si Shqipëria, Mali i Zi, por tashmë edhe vende të tjera të lindjes po ecin me hapa të sigurt drejt realitetit të ri evropian. Pasi që presidenti i Këshillit të BE-s Antonio Costa në Shkup ka thënë se nuk është i pranueshëm propozimi për ndryshime kushtetuese me prapaveprim, ministri për çështje europiane Orhan Murtezani thotë se ky nuk është propozimi i vetëm. Нашето инсистирање не е на еден конкретен предлог, туку на начин да стигнеме до, да речем, нашето инсистирање да нема билатерализација понатаму. И на состанокот, и на пресконференцијата, и премиерот Мицковски истакна дека е спремен за разговори, меѓутоа за да се случат тие разговори неопходно е прво да и веруваме на Европската унија и второ да почнеме да градиме меѓусебна доверба со бугарите. Përderisa bllokimi drejt BE-s vazhdon për shkak të kushtit politik, autoritetet pohojnë se në mënyrë të përforcuar po punojnë në agjendën reformuese të harmonizuar me Brukselin. Zëvendës ambasadori u bëri thirrje të gjithë palëve të interesit që të vëzhgojnë reformat. To ensure that reforms take place on the ground and in real time, to ensure investments are directed to where they are most needed. Maqedonia tashmë ka filluar të marrë para nga plani për rritje, një pjesë e tyre do të jenë mbështetje drejt për drejt buxhetore, ndërsa pjesa tjetër do të shpenzohet për 19 projekte investuese, por tani për tani nuk shpalosin për cilat. Nga ajo që është e sigurt, prej 16 ligjeve të reja të parapara me afat deri në qershor, vendi do të vonohet me reformat në kodin zgjedhor dhe ligjin për Këshillin Gjyqësor.